Pra në gjithë botën besimi duhet fituar. Dhe si duhet të fitoj besimi qeveria te kjo punë? E thjesht fare. E para, investimi në infrastrukturë, pasi qeveria u bën investimet në infrastrukturë këtyre, të gjithë strukturës hoteliere të turizmit, dakord? U thot urdhro, këtë të parë më siguro. E dyta, unë do të siguroj juve çfarë? Sigurinë. Jeni të sigurt në gjithë vijnë bregdetarë kur cili do turist që të vi. Pra në 2 minuta të vjen policia qoftë në rastin më ekstrem. E treta, ti kudo që të rrëzohesh e të shërohesh, do vishim të rrezik sepse do ta sigurojmë këtë infrastrukturë. E treta, rregullat barabarta për të gjithë ju, nuk do keni asnjë taksidar që të vi të marrë gjobat. E katërta, të gjithë ju nuk do ziheni më tani sepse do zbatoni rregullat në mënyrë transparente. Pra, ti do kesh kaq sezone, sepse ky është rregulli, pra rregullat janë të barabarta për të gjithë, mos u mërzit fare. Por nuk do të hyte pjesa jote e rërës. Nuk do zbatohet një për ligjin, një për maligjin. Pra kush është para i fort me ministrin do marri më shumë sezone, ai faki që është edhe në vit të parë s'do marr fare, se deni një fort që është aty. Pasi ka siguruar këto qeveria, ka të drejtë që me këtë besim të fituar, të krijojë llogari këtyre njerëzve, të kërkojë llogari këtyre njerëzve. Zotërinj, unë nga bara që kisha përgjegjësi tani duhet deklarojeni. Sepse në mënyrë që unë ti mirëmbaj këto gjërat që ju kam siguruar juve, duhet të më paguani ju taksat. Ju duhet të më paguani taksat si gjithë botën.